Strukturat e policisë së Tiranës në kuadër të goditjes së veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve kanë finalizuar me sukses operacionin e goduar Karko 1, duke vënë pranga një shtetas 45 vjeç, banues në kryeqytet. Arrestimi u krye në një parkim në periferi të Tiranës pas një periudhe monitorimi nga ana e seksionit për hetimet e narkotikëve. Sipas uniformave blu, gjatë kontrollit fizik dhe të mjetit, policia i gjeti një pako me lëndë narkotike e dhojt kokain, e cila dyshohej se do të shitej në sasi në zona të ndryshme të Tiranës. Sasia e sekuestruar ka peshën totale për 1 kg e 39.4 gram dhe u administrua menjëherë si provë materiale. Pas arrestimit, kontrolli u shtri edhe në banesën e të dyshuarit, ku u gjetën dhe u sekuestrua një armë gjahu dhe një armë sportive të mbajtura pa autorizim, si dhe një motomjet dhe një telefon celular, të cilët dyshohet se përdoreshin për aktivitetin kriminal. Policia bën me dije se 45 vjeçari ishte në vëzhgim prej kohësh, bazuar në informacione operative, ndërsa operacioni u finalizua pa incidente. Të gjitha materialet proceduriale janë referuar prokurisë së Tiranës për veprimet mëtejshme ligjore.